Pasorëve të vështira që Gjirokastra kaloi si pasojë e rreshjeve intensive, situata në territorin e bashkisë po shkon drejt normalizimit. Kryetari i bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi bën me dije se strukturat bashkiake dhe shërbimet e emergjencave civile kanë qenë në terren gjatë gjithë natës dhe vijojnë ende për të përballuar situatën. Sipas kryebashkiakut, problematikat më të theksuara janë evidentuar në disa lagje të qytetit, kryesisht në 18 shtatori, ku përmbytjet, prania e inerteve dhe rrëshqitjet e dherave kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në biznese, banesa dhe segmente rrugore. Kemi filluar që për mbrëmjes së djeshme me pastrimin e inerteve, janë tonë inertesh në fakt që po largohen nga rrugët kryesore, duke filluar nga rruga e 18 shtatorit. Do vazhdohet edhe me lagjet e tjera të qytetit. Kemi mbështetjen sot na janë bashkuar edhe forcat e armatosura, ashtu si kundër edhe drejtoria rajonale e rrugëve, të cilat në bashkëpunim me shërbimet komunale, me shërbimin pyjor dhe me gjithë forcat mbështetëse, thash janë në terren. Dhe ndërkohë që po flasim dhe po punojmë dhe jemi përqendruar në akset kryesore të qytetit, patjetër nuk kemi haruar edhe njësitë administrative. Kemi patur sot një bllokim për momentin në fshatin Lazrat, po kështu situata emergjente ka qenë në njësinë administrative Lunxhëri. Jam zhbllokuar gjithë fshatrat përveç problematikës që ngelet në fshatin Doksat, ku së bashku kemi diskutuar edhe me Ministrin e Mbrojtjes për të patur një ndryrje edhe më të specializuar në rrugën, në aksin e rrugës Doksatit, i cili në fakt proi lumi ka marrë pothuaj një gjatësi diku ke 50 metra të kësaj rruge. Besoj shumë shpejt do të gjejmë një zgjidhje edhe për rrugën e fshatit Doksat. Por kemi dy zona, ashtu sikur njëra është tek pranë kishës së vjetër, tek pazari i vjetër, dhe në zonën e Sfakës, pra në një zonë e re poshtë lagjes Dunavat. Nga specialistët ta nuk na rrezikojnë familjet, por që duhet parë me prioritet atë problem që Gjirokastra ka patur në pjesën e rrëshqitjeve, mos kemi problem në vazhdimsi, sidomos me familjet. Kryebashkiaku Golemi thekson se procesi i verifikimit dhe vlerësimit të dëmeve është në vijim. Në fazën e dytë patjetër do të çohen grupet e monitorimit dhe të konstatimit të dëmeve, siç e parashikon ligji, do të zbatohet pikë për pikë neni edhe ligji edhe për dëmet e shkaktuara nga kjo situatë, nga kjo fatkeqësi. Ndërsa prioritet është siguria e qytetarëve dhe rikthimi sa më shpejt i normalitetit.